ku si shdidhesh dhe vendindja e zotit Ali Ahmeti dhe ma si kërthiza ti personale e aktivitetit politik, ku vetëm dje kryetari i Këshillit të Komunës u zgjodh nga lista e këshilltarëve të Vlenit që ka konkuruar, po i etnitetit turk. Me këtë rast, me një fjalë, kemi një degradim të tejskajshëm ndaj shqiptarëve nga VMRO-ja dhe Vleni, nga dy partitë, dy koalicione, ku zgjodhen një njeri i cili që në gjuhën e tij zyrtare, me ligj i takon që të gjuhë e tij etnike, pra turqishtja. Në këtë rast do kemi që gjuha shqipe nuk do flitet, të paktën në seancat e Këshillit nga kryetari i Këshillit, siç ka qenë gjithmonë, ku ka qenë shqiptar, dhe nga kryetari i Komunës që i përket entitetit Maqedonas. Pra në këtë aspekt janë degraduar qëllimisht me një strategji apo me një projekt që është punuar prej 2 vitesh, besoj unë, midis VMRO-s dhe Vlenit. Gjithmonë Vleni është keq përdorur si vasall dhe ka pranuar çdo kusht, ku mos harrojmë edhe 800.000 euro që u dhuruan nga një firmë serbe Beogradit në Tetov për riparimin apo rikonstruksion e një pjese të shkollës mesme të gjimnazit, pra jo komplet, por të një pjese. Dhe në këtë rast kemi degradimin në Kërçov, ku shqiptarët janë shumicë, ku dhe këshilltarët shqiptarë janë shumicë, me kujdes këshilltarët shqiptarë janë shumicë. Po t'i marrim si numra, ku këshilltarët e AKI-t apo të BDI-s dhe Aleancës për Shqiptarët të koalicionit AKI, Aleanca Kombëtare për Integrim, i zgjatën dorën dhe hajta zgjedhin këshilltar nga anë bashk, nga shqiptar, jo tha Vleni, ne do ta zgjedhim me VMRO-n, dhe nuk bëhet fjalë vetëm me VMRO-n, dhe me partitë e tjera maqedone, LSDM apo Znamin, pra u mlodhen gjithë ato pikat e vogla, domethënë minoritare këshilltarë që kanë aty në Kërçov, e ta zgjedhin me kusht tha VMRO-ja atë që duam ne. Ne duam tjetë Ajki e ka ia, Ajhan e ka emrin, të zgjidhet ky me profesion hoxh që ka punon hoxh, me fjalë është interesante se në këtë qeveri kemi shumë hoxhallar për herë të parë në partitë shqiptare, si ka pas myfti, deputet, hoxh, deputet, pa fol drejtora, deputet është një degradim që i bëhet qëllimisht shqiptarëve, të kësaj ane kur të cilët kanë shitur gjyshis të gjyshi, kanë shitur tokat, kanë punuar rënd në emigracion që fëmijët e tyre shkollohen në profesione të ndryshme dhe të jem një pasqyrë e kulturës vërtet shqiptare. Pra gjuha shqipe në Kërçov, në ato që deri quhesh edhe kalaja e Ali Ahmetit, pra rrezikohet. Dhe nuk do të flitet tani të kemi turqishten. Jo rrezikohet, ka marrë fund. Duhet dalja nga gjumi BDI-ja dhe Ali Ahmeti. Ka marrë fund, nuk rrezikohet. Është kryer, është punë e kryer, pra kryetari i Këshillit, edhe pse janë shumicë shqiptarë, do flasin turqisht dhe gjithë shkresat mund t'i shkruajë turqisht, sepse ja lejon ligji dhe njerë, ja lejon ligji për pakicat kombëtare, që unë kam thënë gjithmonë gjuha shqipe nuk është e barabartë me maqedonisë, por është një avancuar, është një gjuhë pakicë e avancuar, që u jun gjithmonë me tentativat e shqiptarëve. Pra mendimin e shqiptarëve në këtë rast të Vlenit, Mickovski arriti edhe këtë. Duhet unë këtë rast tani do flas si historian, nëse flas si historian, ata shqiptarët e Vlenit, po dhe në veçanti në Kërçov, Fatmir Limani, do hynë në histori, dash si tradhtar, dash si keqbërës, pra do hynë si dëmtues i proceseve kombëtare të shqiptarëve. Po ja u them këtë sepse dje në 2001 apo 2002 në disa fshatra të Kërçovës dhe në Kërçov brenda gjuha shqipe nuk ekzistonte. Dhe vetë këta flisin edhe në përshpia dhe në pozicione vetë të maqedonisht. Në krahasim me shqiptarët e Pollogut, domethënë Gostivarit, të Tetovës, të Strugës dhe Dibrës, që gjuha shqipe e përdorin dhe ishin pak trima në këtë rast. Ndërsa Kërçova ishte shumë e shkelur dhe e shtypur. Mas 2002 këta filluan dhe mbiemrat i kanë me ski, me prapashtesa ski, që u ka dhënë shteti. Ajo pjesa e Kërçovës, Prilepit, Manastirit, Presvës. Edhe tani rikthehemi 22 vite apo 24 vite, ku shqiptarët në Zajaz apo në Kërçova apo Oslome apo ku duret e qark, zorë se gjuhën shqipe do ta përdorin të shkruar apo diçka tjetër brenda institucioneve shtetërore, siç është këtë rast komuna apo bashkia. Po BDI-ja po e gjen rrugën e saj të re tashmë në opozitë, sepse edhe opozita mund shërbej edhe si një mundësi për të kthyer në bazë, për të takuar me qytetarët, për një organizim të ri, ashtu si kur thoni edhe ju në shkrimet tuaja për një pastrim, për një rinisje të re. Për fatin e keq, BDI-ja është në gjumë, ose nuk funksionon, është inekzistente, përveç Aleancës për shqiptarët, qoftë Taravaj dhe Selës që janë aktiva me deklarata me kështu, BDI-ja është në gjumë, vetëm kanë do shpallën kongresin, nuk kishim dorëheqje, nuk kishim marrje faje askush,
Domethënë kjo duket sikur është gjumë, sikur e kalshuar zoti Ali Ahmeti BDI-n të rrjedhi në krahun e Vlenit. Pra, po ikin me të madhe antarët e BDI-s drejt partive të tjera, më shumë po shkojnë drejt partisë së Izet Mexhitit, Lëvizja për Demokraci, LD, i thonë sepse e shohin si parti motra, apo parti e tyre, pjesë e tyre, e kanë në kollaj nga BDI-a dhe ka ikje të madhe të funksionarëve. Dhe shumica e funksionarëve flasin të Tetovës apo të Pollogut ikin nga mosdorëheqja e sekretarit përgjithshëm